Atëherë, praktikisht do të thoja që neve jemi parlamenti i Bashkisë Elbasanit dhe jemi përfaqësues të gjithëve forcave politike. Prandaj këtu ka dhe pozitë dhe opozitë. Prandaj është i mirë që të debatojmë dhe jemi dhe live që të merremi vesh midis njëri tjetrit, por nuk do të thotë asgjë dhe nuk është në nderin tonë që dikush përtasi, dikush flasi me radhë, pa radhë, gjë që nuk shkon dhe nuk na shkon asnjërit nga ne. Qose këtu në vendin tim do të ishte gjithsekush nga ju do të jetë edhe meriton këtë pozicion që un kam, po për moment do ishte respekt për gjithë kryesinë, për gjithë drejtuesit që është të Këshillit Bashkiak. Pra do doje që ta respektoheshin shumë njëri tjetrin në lidhur në këtë drejtim. Sepse është një kohë e humbur që nuk ka interes që dikush të harxojë kaq kohë sepse secili ka drejtimet e veta. Jeni sigur që kushdo që e merr fjalën pa lejen e drejtuesit të mbledhjes dhe pa hap mikrofonin, jeni sigur që nuk është regjistruar. Të paktën në Përgjëzebal nuk zbardhet. Edhe dikush mund të thojë edhe për mbledhjet e mëparshme, sepse fjala nëpërmjet mikrofonit është direkt lidhur me sallën. Sot isha me atë idenë, ose në këtë moment isha idenë që të rriqim vërtetën shoqërore antarës dhe kolegës tonë, dhe nuk është mirë tash dhe herë që të përsërisim debate pa sens midis njëri tjetrit. Fjala për zotin Muzhaqi. Faleminderit. Zoti kryetar, unë e kam një pak kënaqësi ndaj jush, ju do ta menaxhoni më mirë mbledhjen, në përgjithësi, edhe rastin fjalë. Megjithatë, para se më takon mua për këtë incident, nuk ka qenë i qëllimshëm edhe dëshiroj që të vazhdojmë punën pozitivisht. Atëherë për procedurën, në rendin e ditës të sotshëm, në momentin e fundit, keni fut një pikë tek të tjerat dhe keni heq një pikë që është lidhje me paketën e malë, për cilën nuk jemi lajmëruar. Është qëndrimi im personal dhe jo si pjesë e grupit të opozitës. Pas komunikimit personal që kam pas me propozuesin e kësaj pike, që ka të bëjë me instalimin e 2 kondicionerëve në teatrin Skampa, po që ka të bëjë me fondin e drejtorisë së sporteve, të alokuar për atë sipas informacionit që mora, dhe kërkohet nga drejtoria në fjalë, siç e keni pasqyruar këtu, që të kalohet një pjesë e atij fondi që ai ka për një aktivitet tjetër, të kalohet për kondicionimin e teatrit. Qëndrimi im personal që tash po e deklaroj, jo për precedenti është i gabuar në mënyrën se si futet, po për rastin konkret, unë do mbaj qëndrim pozitiv në emrin tim personal. Për procedurë e keni bë gabim, pra keni heqë pikë pa na lajmëruar fare dhe keni shtuar pikë gjysore para mbledhjes, nuk shkon kështu. Edhe unë për procedurë po të sqaroj dhe po të them. Në pikën 81 të rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak, në rendin e ditës një pyetje është hiqet dhe shtohet, pyeten këshilltarët, por gjithmonë kur ajo merr shumicën e votave. Edhe si rregull, unë e di dhe jemi gjithë të ndërgjegjshëm që çdo vendim duhet 5 ditë përpara të diskutohet në komision, pastaj na i vi këtu. Por ishte një pikë që nëse ne do mblidhemi me mas një muaji e ca, nuk besoj që kishte një ndikim. Edhe ishin po fondet e vet të njëjtës drejtori. Me këtë ide erdha dhe e kam lënë tek të ndryshmet. Nuk e kam futur renditës direkt këto të 5 para. Kryetar, lutem bëje bashkinë funksionale. Pra drejtoritë e tyre ta sjellin në kohën e dur, kaq e thjeshtë. Okej. Pra unë po ta bëj vërejtjen ty si kryetar, nën kryetari i bashkisë ta marrë përsipër, kupton vet. Okej. Nëse keni një gjë kaq emergjente, flisni me njëri tjetrin drejt që ta haj. Përderisa është e kuptueshme. Përndryshe për miratimin e rendit ditës. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Ishte 6 pro, 4 abstenim, 4 kundra. Miratohet rendi ditës. Si?
Nuk e di, po pa të lejthit kryimi. Kalum ke pika 2, miratimi për shëzëbalit mbledhjes së radhës të muajit maj, zhvilluar me datë 4/6/2026. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 25 pro, abstenim 5 dhe kundra 4. Kalon dhe pika 2. Pika 3. Mbledhjen e ndihmës ekonomike nga Fondi i Bashkisë për muajin maj 2026. Hapet votimi. Është nevojë të shpjegojmë? Hapet votimi. Mbyllet votimi. 31 pro, abstenim 3, kundra 1. Pika 4. Përdhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i kushtozuar për muajin maj 2026. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 31, abstenim 4, kundra s'ka. Pika 5. Përdhënien e përdorim të fondit pyjor publik. Vetë fjalë për antenat AMC a Vodafone që ndodhen. Po pa tjetër. Zoja. Përshëndetje. Këto janë rinovime kontratash të antenave të telefonisë celulare, të cilat janë në fushbull, të cilat janë me një antenë është 50 metra katror dhe një 205 metra katror, që sipas procedurave kërkohet miratimi në Këshill Bashkiak për rinovimin me një afat 9 vjeçar të kësaj kontrate sipas licencave që kompania ka marrë. Ka një pyetje? Hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 26, abstenim 7, kundra 2. Pika 7 për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2027-2029, faza parë. Zoti Shefqet, shumë shkurt. Realisht ne kemi miratuar vlerësimin e të ardhurave dhe tavanat përgatitor të shpenzimeve. Dhe faza e parë përcakton që është periudha janar-qershor dhe pasi bëhet publik, i dërgohet Ministrisë Financave. I vetmi ndryshim është që në sot janë detajuar programet në mënyrë analitike, ndërsa të ardhurët dhe shpenzimet mbeten pa ato që kemi miratuar. Të ardhurët e bashkisë shtohen me 2.5% çdo vit nga 2027, 2028, 2029 në raport me vitet paraardhëse, nga të cilat të ardhurët e bashkisë shtohen 2% dhe transferta e pakushtëzuar 4.6 deri në 4.9%. Ndërsa transferta sektoriale 2% 2027 dhe 1% 2028-2029 ka rritje. Edhe shpenzimet e përgjithshme të personelit ka një ulje për 12% për vitin 2027, ndërsa 2028-2029 qëndrojnë në të njëjtin nivel 2027-s. Shpenzimet kapitale, që janë investimet, ka një rritje për 10% në 2 vitet e para dhe 6% në vitin 2029. Pra ka një tendencë rritje e cila jep të kuptosh që ka një shtesë të fondeve për investime që do të kryer në territorin e bashkisë. Ka një rritje të emergjencave civile prej 4.6 deri në 4.9%, programet e tjera kanë një rritje të ndjeshme mesatare, që varion nga 2 deri në 3% në rritje. Dhe këto janë pak a shumë shifrat. Programi buxhetor afatmes është një instrument i rëndësishëm i bashkisë për të bazuar gjithë vizionin e saj, njëkohësisht është dhe bazë për planifikimin vjetor të çdo buxheti vjetor të bashkisë. Pra nuk kemi ndryshime, i kemi miratuar dhe të ardhurët, kemi miratuar dhe tavanat përgjithësor, është e njëjta gjë, thash kemi vetëm ndryshim të
metodologjisë të programeve buxhetore analitike. Besoj që duhet votohet nga anëtarët e Këshillit. Faleminderit. Pyetje? Në fakt e kam parë nga emaili, gjithashtu kam analizuar edhe të më përpashmet, vitet e kaluar që keni sjellë në Këshillin Bashkiak miratimin e programeve buxhetore. Unë nuk e di, po nëse ka një bashki në Republikën e Shqipërisë, e cila flet shumë bukur në letra dhe dështon në projekte konkrete dhe në implementim të atyre planeve buxhetore që bën, nuk kam asnjë lloj dyshimi që është Bashkia Elbasan. Në fakt, miratimi apo jo i këtij programi buxhetor për 2007-2009 do duhet që përpara se ta bënin këtë program ata që e kanë hartuar, të bënin pyetjen vetes a do jenë apo jo në kushte që ta implementojnë apo do jenë pas hekurave. Po nuk është kërcënim ky. Po ta japun lajmin pra. Jeni në hetim. Dakord? Dhe me që jeni në hetim dhe me që ky programi 2007-2009 do të bjerë jo për shkak të programit në vetvete, po për shkak të atyre që e kanë hartuar dhe atyre që mendojnë se mund ta implementojnë. Unë dua ta mbyll fjalën time duke ju thënë që do ishte mirë dhe në nderin e të gjithë atyre funksionarëve të ndershëm në Bashkinë Elbasan që të hiqnin dorë nga abuzivizmi, t'i bashkohen shqiptarëve dhe ta thonë me zë të lartë që çdo i korruptuar brenda Bashkisë Elbasan apo institucioneve shtetërore shqiptare të shkojnë në burg. Dhe thirrja ime për ty personalisht, duke qenë se pak a shumë të kam dëgjuar kur më ke thënë që nuk je shtylla apo je llampa, po të them bën mirë të ti të largohesh nga përgjegjësia, të japësh dorëheqjen dhe ta mbyllësh me nder. Te ke marrë nga unë ti, po unë kam thënë që nuk jam llampa. Jo. Kam thënë që bëu shtyll, nëse ti do me ndryshuar ndriçimin, mos kërko të shkush shtyllën. Dikur për të bërë drejt më shumë, mos u merr me shtyllën. Bie shtyllës se jam llampa, kështu që po tjetër. Atëherë hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 24, abstenim 0, kundra 10. Kalojmë ke pika 8 për miratimin e akt-dhurimit të një mjeti që do të përdoret për pastrimin e rrugëve në zonat rurale. I keni materialin aty dhe s'besoj që do keni një gjë, se në komision diskutuar atë ditë, goxha. Pra është një mjet që dhurohet. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 24, abstenim 4, kundra 5. Kalojmë ke pika e funit, ishte që ishte? Transferimi i fondeve të bashkisë për atë klubin shumë sportës. Është nevoja ta diskutojmë financa? Po përse bëhet fjalë. Mos ham kohë. Neve nga ana, më fal, vetëm 1 minutë.
me që erdhi dhe kryetari, dhe nga ana procedurale, domethënë u shpreh antari i Këshillit që ju lutem jo materiale, jo kemi bërë disa herë këtë kërkesë, jo materiale të tilla gjysmore para mbledhjes. Kështu që nga ana procedurale e tham. Megjithatë unë doja dhe kisha një pyetje për kryetarin me që erdhi. Kryetar, na ka ardhur një fond për revokim fondi për teatrin Skampa. Doja të dija që jemi akoma në plan me rikonstruksion e teatrit Skampa, rikonstruksion të plot teatrit Skampa. Ndjes sepse kisha një takim tjetër, u vonova pak. Në fakt kemi, ashtu siç kemi diskutuar, bashkërisht kemi filluar procedurën për shpronësimin. Besoj jeni të gjithë njohur me rastin e teatrit Skampa, me një vendim gjykate është rikthyer një pjesë. Pra kemi bashkëpronësi në teatrin Skampa me privatët dhe kemi diskutuar bashkë dy fakte, para për lirimin e hapësirës të teatrit Skampa që ka qenë ish lokali dhe rimbursimin e vlerës sipas vendimit gjykatës ish pronarëve dhe për rikonstruksionin e teatrit Skampa. Në moment që do fillojë rikonstruksioni i teatrit Skampa, fillimisht ngrihet automatikisht vlera e pra investimit që bëhet. Dhe në fillim duhet bërë procesi i shpronësimit, pra t'i kalojmë parat subjekteve private dhe pastaj ne të vazhdojmë që të kemi investimin në teatrin Skampa. Patjetër është projekti jon kryesor komplet rivitalizimi dhe rimodelimi i teatrit Skampa në brendësi të saj, pa prekur fasadën dhe gjendjen e jashtme, sepse e dim që është monument kulture dhe nuk mund të ndërhyjmë tek fasada në dimensione të mëdha, pra duhet të bëjmë risistemime dhe patjetër projekti është dhe do të vazhdojmë me pjesën e procedurave. Ndërkohë kemi ecur edhe me procedurat e shpronësimit që janë procedurat e brendshme që ne bëjmë administrative për të vazhduar pastaj më tej edhe me pjesën e investimit. Patjetër që është. Por duke qenë se ka aty deri tani në teatrin Skampa nuk kemi bërë investime kapitale, pra investime të mirëfillta për këto kemi bërë punime të brendshme, mirëmbajtje, ashtu siç edhe ju keni kaluar para disa kohësh për sistemet e ndriçimit apo edhe tani për sistemin e kondicionimit. Pra për disa kondicionerë, jo sistemin e mirëfillt kondicionimit që është i lidhur drejt për drejt me trupin e objektit. Është prioritet dhe kemi prioritet kryesor rikonstruksionin e teatrit Skampa. Hapet votimi? Mbyllet votimi? Projse 7, abstenim 6, kundra 1. Kjo ishte pika fundit për mbledhjen e radhës. Patjetër. Kisha për problematikën e kanaleve të ujit vaditës, të labinotit fush, ka pas një pothuajse fare gjithë të ditë, nuk e di sot se mund të ketë ardhur sot, por njëjta gjë është ndodhur edhe me kanalin Naum Panxhi, Nakuqja, është shumë problematik. Domethënë, mira puna të bëhat, nuk është problemi me bë politik këtu për histori vaditje. Ka qenë edhe ne kemi pasur vaditjen prioritet kryesor, kanali i Labinotit Fush, kemi gjetur një zgjidhje provizore derisa të mbaronte pjesa e kanalit. Na u desh për shkak të ndërhyrjes që është bërë në korridorin 8 të bëjmë një spostim të veprës marse, pra jemi spostuar më shumë se që kemi qenë në vitet e kaluara, pra është bërë një punë nga ndërmarrja e punëve publike për spostimin e veprës marrjes, ajo punë ka mbaruar dje, uji është futur mbrëm në kanal, është futur dje gjatë ditës së djeshme, do të presim këtë pjesën e pastrimit që pastrohet kanali vetë tek pjesa e vet dhe pastaj do të ndërhyet edhe tek pjesa e pastrimit që është buza autostradës. Pra edhe aty do ndërhyet, ka nevojë edhe aty për ndërhyrje të vogla. Kryesisht me punëtor, pra me krah pune, pasi është e pamundur për madhësinë që ka kanali të pastrohet me mjete. Ndërkohë Naum Panxhi ka qenë funksionar, ka pasur probleme për shkak të një rrëshqitje, sidomos pjesa e Tudanit, pra që ka lidhur vjet në futëm ujë në Tudan. Ka pasur rrëshqitje gjatë problematikave që ka pasur nga reshjet, por edhe nga hedhje inertesh, edhe aty është planifikuar që shumë shpejt sapo të mbarojnë mjetet në Labinot Fush dhe të futen në Labinot Fush, do të shkojnë dhe do të merren me pjesën e kanalit të policës Tudanit për pjesën e Tudanit. Kurse pjesa tjetër e kanalit ka pasur me problematika të vogla, por që nuk ka pasur mungesa.
Faleminderit. Përshëndetje, zoti kryetar. Unë jam banor me tapi lagjës 5 maj edhe me Qerak e lagje e re, duke Bardhyl Popa, ke shkolla Bardhyl Popa. Publikisht datë zotimi që në datën 1 mars 2026 Elbasani mas 13 milion euro investim do ketë 24 orë ujë. Në lagjën time nuk ka ujë. Nuk i ka monitoruar lagjet e tjera, po marr ankesa nga qytetarët e tjerë që nuk kanë ujë 24 orë. A mund të më thoni cilat lagjet e Elbasanit sot që po flasin kanë 24 orë ujë që ta shohim, edhe cilat nuk kanë? Është bërë ndërhyrje, ashtu siç e dini, për pjesën e ujësjellësit, pra investimi i madh me KFV-n që është bërë për ujësjellësin. Kanë mbaruar, kemi bërë raportime të vazhdueshme, ujësjellësi ka bërë dhe në kontraktorët kanë qenë këtu për të bërë raportime siç e keni kërkuar ju, kur i keni kërkuar. Kanë pasur një kontratë ato për zbatuar, kanë mbaruar pjesën e investimit kapital, janë tek pjesa e ndërprerjeve të linjave të vjetra dhe e vendosjes së linjave të reja. Pra momentalisht nuk kanë investim, është mbyllur pjesa e investimit, janë pjesët e vogla. Është bërë mundur në Kala që në lagjen Kala të vendosen pjesa e sahateve, pasi një pjesë e mirë e lagjes nuk ka pasur vendosje të sahateve. Në një pjesë të tyre janë vendosur, po presim që të ndërhyjet nga banorët për të pasur lidhjet e tyre me sahatin, pasi detyrimi ligjor i ujësjellësit është deri tek sahati e çon ujin, pastaj brenda shtëpisë është detyrim i qytetarit që të bëjë lidhjen e vet brenda banesës së tij. Është përmirësuar ndjeshëm, është bërë ndërhyrja në depot kryesore të qytetit, ku ato janë rritur vetëm kapaciteti, po edhe cilësia e depove. Ka filluar zbatimi i projektit, momentalisht nëse diun janë duke tek rruga Arif Dardha, aty ka pasur disa problematika për vendosjen e linjës së re, pasi duhet ndërpriten disa linja të tjera të vjetra në mënyrë që të furnizohet me ujë. Kanë qenë të fokusuar kompania në këtë pjesë, janë duke punuar, nuk e kanë mbyllur akoma tërësisht vendosjen e linjave të reja, pra lidhjet përfundimtare me banesat, kanë mbaruar punën civile për atë të cilët kishin detyrimet ligjore, i kanë mbyllur pjesën më të madhe, tani janë duke punuar për lidhjet dhe për ndërprerjet. Për ndërprerjet e zonave të vjetra. Pra 4 muaj pas premtimit tuaj që do kemi 24 orë ujë në qytet, cilat lagje kanë 24 orë ujë, se nga përgjigjja juaj asnjë nga lagjet nuk ka 24 orë ujë. Do ja japim këtë informacion në moment që e kërkoni. Do lidhemi me ujësjellësin ku e kanë përfunduar ato dhe ka arritur që të futet sistemi unazor i ri, i plot në funksion. Të gjitha ato lagjet, domethënë që të futet sistemi unazor i ri, ka përmirësim të cilësisë dhe të orarëve të ujit. Pra ju nuk keni përgjigje se cilat lagje kanë 24 orë ujë sot që po flasim. Janë akoma duke punuar, duke vendosur, duke prerë linjat e vjetra. Momentalisht javës që kaloi kanë qenë duke ndërprerë linjat e vjetra pranë shkollës së infrashëri. Dhe tek pjesa tek rruga e Asharit që i themi ne. Edhe aty kanë pritur që të ndërpresin linjat e vjetra në mënyrë që sistemi i ri unazor të marrë furnizimin e tyre me ujë. Zoti Lala, një student që nuk ishte mësuar gjithë vitin, ditën e provimit vendosi të mësoj në lëndën e biologjisë morin. Dhe kur vajtin provim, i ra peshku për të analizuar. Dhe tha, peshku nuk është gjitar, tha se po t'ishe gjitar do kishte qime, do kishte dhe morra. Edhe filloi të shkruan dhe prapë për morin. Mori kështu e mori ashtu. Më vjen shumë mirë që kem mësu morin. Me që jemi tek të ndryshmet edhe i di këtë dy edhe peshku. Atëherë, përshëndetje kryetar, përshëndetje të gjithëve, me që tani më dha rasti që të flas, se doja të flisja edhe më parë, po me që situata precipitoi, e lash për në fund, do të ngrej një çështje që t'i thon rast vëmendjes së gjithëve dhe kryetarit dhe çdo vendimarrësi që është. Do të jemi të vëmendshëm për situatën që po kalon vendi, si vendimarrës, pra sa na takon për ato mëkate që mund të kemi bërë dhe ne të djathtë dhe mund t'i keni bërë dhe ju të majt. Dhe në vazhdën e kësaj që po them dhe të situatës politike dhe të situatës shoqërore, ku njerëzit kanë dalë në përsheshe duke kërkuar me të drejtën e tyre për atë që ato mendojnë për padrejtësitë që janë bërë në 35 vjet, duhet ta lidhem me paketën e maleve, ato kanë përfshirë dhe anullimin e ligjit së paketës së maleve, që nuk është në tagrin e këtij këshilli, por në tagrin tonë është vendimarrja
për aq sa na takon që na përcakton ligji për për atë pjesë që kemi prej asaj që ligji na lejon dhe për atë verifikim që do të bëjmë për personat që i marrim. Dhe marr shkas këtë që them edhe dhe ju përgëzoj për këtë që e keni heq nga rendi ditës sot paketën e maleve, reflektuat, por gjithsesi në mbledhjen e kaluar ju kaluat disa persona. Dhe ju sugjeroj që do të jetë në nderin tuaj dhe në nderin tonë si opozitë dhe çdo miku që kemi edhe nga krahu i pozitës, sepse ne në këtë qytet jetojmë, njihemi, kemi njohjet përbashkëta, do t'ju kërkoj amësisht që të na jepni informacion të plot për aq sa kërkohet që ne të miratojmë prej personave që përfitojnë nga paketa maleve. Mos na i bjerni të gjithë toptan vetëm me një informacion të cekët dhe të gjithë bashkë, por të jenë të gjithë të ndarë, të gjithë që dhe mos i hymë në hak atyre banorëve të cilët e meritojnë, sepse nuk du që të abuzojmë fjalën, por kur i bini në këtë lloj mënyre, siç i bini të 8 apo 10 sa kaluan herën e kaluar, ngrihen dyshime të forta që midis disa banorëve të cilët vërtet e meritojnë, kalojnë edhe të tjerë të cilët nuk e meritojnë. Kështu që është në nderin tim në radhë të parë dhe në nderin tuaj dhe në nderin e qytetit tonë që mos i hapim më konflikte pronësie këtij vendi. Boll janë shkaktuar konflikte 35 vjeçare për çështje pronësie. Reflektoni, jeni në kohën e dur, kaq kisha, faleminderit. Përpos faktit që jam dakord me këshilltarin Kana, do t'ishte mirë që këto dosje të vinin të ndara me dokumentacionin përkatës. Dua vetëm të precizoj dhe të sqaroj për të disatën herë që për qytetarët kjo nuk jemi ne personat që bëjmë dikë përfitues të paketës së maleve. Ne jemi një hap përpara aplikimit të paketës maleve. Duhet sqaroj duhet sqaruar kjo sepse shumë njerëz mendojnë që jemi ne që nesër kemi të drejtën t'i bëjmë përfitues të kësaj. Ne i bëjmë apo i japim statusin e poseduesit jo pronar, pra të atij personi që është në përdorim dhe në zhvillim të një terreni të caktuar. Aplikimi bëhet tek Ministria Përkatëse apo në Albania. Vlen për ta precizuar, faleminderit. Unë s'kisha mundësi të isha tek mbledhja e kaluar, patëm një shërbime e shtetit dhe pastaj u kthye kur diskutu paketa maleve dhe doja të isha vetë, në fakt sqaronim shumë gjëra. Është ajo që thotë zonja Madhi që ne jemi një hallk e verifikimit të posejduesit jo pronar. Pra, ne kemi shumë sot toka të zëna, të zaptuara, të mbjella për 20 vitesh, për 30 vitesh, për nuk e di se sa vitesh, por kryesisht janë mbi 10 vite, të cilat janë mbjell, i kanë përdorur në mënyrë të pandërprerë. I kanë shfrytzuar ato për qëllime të vetat ekonomike, të familjes tyre e të tjera. Dhe duan të zhvillojnë një agroturizëm apo të zhvillojnë një bujtin në këto ambiente. Kryesisht janë toka të cilat i kanë pranë banesave të tyre dhe automatikisht kur kanë marrë edhe zonat caktuara që kanë marrë legalizimin, nuk e kanë marrë të gjithë pjesën e pronësisë që kanë pasur, por kanë marrë vetëm atë sipas ligjit për legalizimin, apo kanë pas një sipërfaqe toke që të gjithë e din, i gjithë fshati e di që e ka pasur të vetën prej brezash, por nuk e ka pasur me dokumentacion përkatës dhe kanë kërkuar tani që të zhvillojnë për agroturizëm, pra për efekte turistike ambientet e tyre, tokat që i kanë të zona dhe pronar të cilët i kanë pasur, i kanë posejduan si tokat të gjyshit, që i themi ne pra tokat të parve, kryesisht në zonat malore, i gjithë fshati e di që ka qenë i tyre dhe nuk ka pasur problematika për zonën e fshatit, pra gjithë kanë marrë vërtetimin nga kryeplaku, nga plejësia, nga administratori, janë bërë shpalljet publike përkatëse, ato e kanë të tyre, pra kanë vërtetuar me dokumentacion të vjetër që e kanë pasur si pronë, dhe sot me këtë paket malesh, me këtë ligj, i ka lindur e drejta të njihen si posejdues jo pronar, një të drejtë në fakt që duhet t'ja kishte njohur prej kohësh legjislacionin në fuqi, ajo që
ka bërë legjislacioni përkatës është që i ka dhënë atyre të drejtën ta zhvillojnë dhe në moment që bëjnë investimin, ta marrin pronësinë e tyre sipas legjislacionit në fuqi. Nuk bëhet këtu aplikimi për ndërtim, nuk bëhet tek ne. Ne jemi thjesht hallka që njohim posejduesin jo pronar, sepse ne jemi pushteti vendor dhe Këshilli Bashkiak në thelb miraton atë që ka miratuar fshati, ka pritur 45 ditë, 40 ditë për pjesën e ankimimit me shpallje publike në faqen zyrtare të Bashkisë Elbasanit, në këndin zyrtar të njoftimeve pranë Bashkisë Elbasanit dhe pranë njësisë administrative përkatëse. Kjo është procedura e ndjekur ligjërisht. Dhe pastaj gjithçka tjetër, supozime, aludime, këto janë gjëra për konsum të përgjithshëm. Por ligjërisht kjo është procedura. Ati që i takon sipas ligjit, ne nuk mund t'ja mohojmë dot të drejtën që ta njohim si posejdues jo pronar. Ju duhet dini një diçka që ne kemi pasur prej nuk e di se sa vitesh posejdues jo pronar tek Muzeu i Aleksandër Xhuvanit, të njohur në hipotekë. E ka pas njohur në hipotekë, ka shënuar në hipotekë, posejdues jo pronar, i njihet e drejta pasi jetonte në atë banesën aty për nuk e di se çfarë vitesh. Kur tani që kemi filluar rikonstruksionin e Aleksandër Xhuvanit, filluam edhe e rregulluam statusin e godinës. Por ato që kanë qenë posejdues jo pronar prej vitesh është një gjë e mirë që të njihen nga Këshilli Bashkiak, pasi fshati i njeh, komuniteti lokal i njeh, ne i njohim. Në qoftë se ato nuk vazhdojnë me pjesën e investimit, me procedurat e tjera ligjore dhe me gjithë gjërat e tjera, absolutisht që nuk e përfitojnë me këtë status. Kjo është e gjithë ajo që doja të thoja. Kryetar, kjo paketa e maleve, se mbase ta ka shpjeguar gabim të zoti Llatja, po ne pyet nuk i kemi me letra, se e kam thënë dhe 2 herë tjera. Më thuj mua një me gjithë pyet rrethit e Elbasanit që është me dokumenta. Ne i kemi pyet, do më thonë, si thonë, ne kemi ndarë kështu, do më thonë, pa dokumentacione. Pra nuk e asnjë me letra, që do të thotë, ai që do vi, do marri pyllin tim direkt mas shtëpisë time apo pyllin e dikujt tjetër. Pra kjo është një, për mua është vazhda e ligjit 7.1. Në moment që ka një ankesë, lutem, tani se kjo unë e kuptoj pjesën e nuk po bëj politikë, jo. Po ta them tamam. Unë kam hallë se mund vije ty mbrapa shtëpisë. Në moment që bëhet një ankesë, procedura pezullohet e thot ligji. Po në moment që kur gjithë fshati, se unë nuk jetoj në fshat, nuk jetoj atje. Atje është i komunitet lokal i fshatit që ka rregullimin e vet brendshëm me plejsinë e tij, me kryeplakun e vet, dhe ato në që moment që nuk ka ankimim nga komuniteti, edhe të gjithë janë dakord apo e kanë pranuar atë fakt që ky e ka posejduar këtë pronë për shumë vitesh dhe tani do ta zhvillojë dhe ka disa dokumenta të vjetra të kohës turku, të kohës, po ka të tilla. Ato që kanë marrë atë pjesë kanë të tilla. Dhe nuk ka probleme me fisin, me kushuririn, me tjetër. Në moment që ka një ankesë procedura pezullohet, e thot ligji këtë gjë. Nuk është se e themi ne. Kështu që nuk është ky risku. Pra në moment që ti mendon që tek pylli i cili gështenjave, të cilët ju se kryesisht e kam iden për atë po flet, për pyllin e gështenjave, ju e keni ndarë sipas traditës tuaj, sipas zabeleve siç i kanë pas tradicionalisht dhe i keni marrë të mirat atij pyllit të gështenjave, absolutisht. Po nëse kanë qenë me letra, hapet agroturizëm, është pjesë e përfitimit, por në moment që ka një ankimim, gjithçka pezullohet. Faleminderit. Kryetar, që nuk e kisha, se unë i besoj fjalës dhe asajt që ju keni qëllim të mirë, por kur shikoj që ne si këshilltar nuk na vjen një dokumentacion i plot, e zaurues që vërteton dhe shterues i cili vërteton që ky person e posedon prej kaq vitesh. Dhe është një, sepse na dolën disa emra që aty më thanë që tek mbledhja e kaluar janë 23 vjeç dhe para 10 vjetësh ka qenë 13 vjeçë. Si mundet një vajzë 13 vjeçë të ketë pas në posedim një tokë dhe ta ketë në shfrytëzimin e saj? E ka pasur nga këto ngren pikë pyetje kur shikon emrat dhe moshat që kanë. Dhe mungesa e dokumentacionit të shton akoma dhe më tepër dyshimin. Nëse ju do të kishit bërë detyrën tuaj për aq sa ju lejon ligji dhe për aq sa unë e kuptoj atë që aq kemi në dorën si këshilltar, thjesht të miratojmë atë që na kanë dhënë banorët, sa asu nuk i njoh kush janë banorët në Gjinar. Dhe nuk duhet të kundërvijnë banorëve të Gjinarit që të përfitojnë nga toka ku jetojnë, siç përfitojmë në një qytet nga tokat tona. Është drejt e tyre. Por mua më duhet si këshilltar të kem një dokumentacion të plot
që është ezaurues për sa i përket afateve ligjore që janë respektuar, konsultimit publik, që nuk ka konflikte, banorët janë dakord. Me fjalë, ky e vërteton me këtë dokument dhe me atë dokument që e posedon për 10 vjetësh. Nëse unë nuk i kam këto materiale, atëherë më lindet drejta të dyshoj. Nuk mund të bazohem thjesht ke qëllimi i mirë që ka qeveria për të zgjidhur këtë, se këtë e kuptoj. Nuk është se du që e kisha të dokumentacion, plotësoni dokumentacion, ndoshta dhe unë e votoj pro. Kaq. Me sa di unë, ky ishte edhe një shqetësim që ishte ngritur ke mbledhja e kaluar, një nga shqetësimet. Dhe me sa di unë, administrata duhet i ketë vënë në dispozicion në mbledhjen e komisioneve, të gjithë dokumentacionet origjinale që kanë ardhur. Pra dosjen e plot në komisionin e sipas atë që kërkon ligji. Domethënë atë pjesë, atë dokumentacion që kërkon ligji. Drejtor, si? I kemi sjell dokumentacionin që kërkohet. Duhet të kenë sjellë, në djenin time duhet të kenë sjellë në komision, pra duhet të jenë njohur në komision. Në qoftë se si njohur në komision, s'ka problem, janë të gjitha dokumentat aty në mbledhjen e ardhshme, me sa di unë sot nuk e keni futur paketën e maleve. Nuk e keni futur, ndjes se nuk e ndoqja dot mbledhjen online. Atëherë, ja po nis dhe i herë nga e para pra që dëgjohet. Bëhet fjalë në gjithë këtë procedurën e njohjes së poseduesve jo pronar, ka raste që shpesh herë qytetari nuk është në dieni të bazës ligjore apo edhe të parimeve në të cilat bazohet kjo. Ndaj, rasti që po fliste këshilltari Kana, që e njoh më nga afër, bëhet fjalë për një baba që ka tentuar të vetë rregulloj statusin e poseduesit jo pronar duke i transferuar vajzës së tij një pjesë nga ngastra që ai posedon aktualisht. Në fakt, unë mendoj që këto qytetarë duhet kenë edhe një farë asistence ligjore kur bëjnë këto lloj aplikimesh, në mënyrë të tillë që mos hasim nga këto lloj vështirësish, si në rastin konkret që vajza rezultonte minorene 10 vite para dhe nuk kishte mundësi dhe zotësi juridike për të poseduar një terren të tillë. Ndaj, duhen sqaruar qytetarët në këtë sens që diçka që nuk të përket nuk mund ta ndash në sensin e pronësisë, apo jo, si parim. Ndaj, besoj që këto janë ngërçet vogla që rregullohen shumë kollaj, boll të vijej e gjitha ajo tokë në posedim babait dhe pastaj mund ta bënte ndarjen mbrapa. Ndërsa për raste të tjera të veçanta, ju lutem nga sot e në vazhdim, dokumentacioni duhet të jeti detajuar, ashtu siç e keni parë ju, jo me relacionet të shkurtuara. Faleminderit. Të gjitha është shumë e drejtë, të gjitha materialet duhet të jenë të plota dhe duhet të vinë në dispozicion. Në qoftë se ka të dhëna që mund të jenë konfidenciale, nuk e di se qartë, paktën në komision të jepet. Por të gjithë materialet duhet të vihet në dispozicion administratës tek mbledhja tjetër. Para mbledhja komisioni ose nuk e di se si tek pjesa e materialeve të Këshillit Bashkiak duhet të jenë, aty nuk ka asnjë gjë sekrete ajo. S'është ka ndonjë gjë, nëse ka të dhëna personale, të retushohen dhënat personale të personave dhe të vihen në dispozicion. Të shumë e drejta ajo pjesë. Edhe unë tek mbledhja e kaluar nuk e dija që nuk i kishit pasur apo i kishit pasur në mbledhje komisioni. Ato janë të gjitha, domethënë besoj se po, i kërkuat. Besoj se janë vënë të gjitha në dispozicion, janë të gjitha në bashki, kush i doni përveç duhet ta ketë pasur, besoj në mbledhje të komisionit duhet të ketë qenë, s'ka gjë. Janë të gjitha, janë dokumentacionet e plota, pasi të gjitha të vijnë në dispozicion. Faleminderit, kryetar. Atëherë faleminderit gjithëve. Ju uroj një fundjavë të mbarë dhe mirupafshim.